Unë jam shumë i pasionuar pas futbollit. Edhe përgjithësi nuk lënë ndeshje të rëndësishme të futbollit ndërkombëtar pa e parë. Më pëlqen të shoh ndeshjet në televizion. Pasi në televizion çdo ndeshje futbolli, sidomos një ndeshje e rëndësishme, është një spektakël më vete. Në televizion bëhen shumë spektakle, po janë spektakle të përgatitura, që është përpara, që bazohen me një skript, me një skenar. Ndërsa spektakli një ndeshje futbolli është pritet të ndodhë, skenari pritet të shkruhet. Kjo është një nga gjërat që e bën interesante gjithë spektaklin televiziv të një ndeshje futbolli, që është një nga spektaklet më të mëdha televizive për televizionin e sotëm në botë. Pastaj, për ata që janë të apasionuar pas futbollit, ka dhe arsye tjera pse duhet ndjekur një ndeshje futbolli, sidomos një ndeshje ku luajnë emra të rëndësishëm. Është magjia e futbollit, që është nuk e di, shpeshherë është e pashpjegueshme kjo lloj magjie. Ndërsa për mua personalisht, spektakli televiziv i një ndeshje futbolli ka dhe një përmas argëtuese, që ka të bëjë me atë protagonizmin vanitoz të lojtarëve dhe trajnerëve. Këtyre të fundit, lojtarëve dhe trajnerëve, në rrethanat kur ata janë të vetëdijshëm, që janë të rrethuar, janë në vëzhgimin e interesit mediatik, janë në vëzhgimin e vazhdueshëm të kamerave. Këtyre të fundit, pra, vaniteti u del nga poret, nga çdo pore e trupit. Nuk e di, nëse keni parasysh Cristiano Ronaldo, në momentet që ai duhet të ekzekutojë një goditje dënimi, ai bën disa hapa mbrapa për të marrë hovë, po nuk bën mbrapa normalisht, siç mund bëjnë gjithë të tjerë, siç mund bëjmë ne, siç mund bëjnë dhe lojtarë të tjerë. Pa ai bën mbrapa në mënyrë teatrale. Dhe në momentin e fundit, kur ikën tek vendi ku do të marrë hovin, pasi ka bërë ato hapa teatrale, ai hedh dhe një sy nga ajo skermoja gjigande që mund të jetë në stadium. Është një gjë që bëjnë shumë lojtarë. Pastaj kemi José Mourinho, portugez edhe ky. Kam përshtypjen që José Mourinho është nga ata njerëz, është nga ata trajnerë që e shijon jashtëzakonisht faktin që është në anë të fushës. Madje kam përshtypjen që më shumë i shijon ky fakt, duke qenë aty në anë të fushës, në vëzhgimin e gjithë kamerave, se sa fitoria e skuadrës. Madje ndonjëherë më duket mua, e di që kjo është surreale kjo që them, po më duket sigur atij mund t'i interesojë edhe humbja, sepse humbja e bën spektaklin më dramatik, edhe e bën dëshpërimin dhe gjestet e tjera të humbjes, i bën më ndjellës për kamerat. E pastaj ka momente kur ai bën gjeste që janë me vërtet spektakolare dhe vanitoze. Në një moment, duke qenë anë të fushës, ka bërë duart kështu nga arbitri, duke lënë të nënkuptojë që arbitri meriton prangat. Këto gjëra mund t'i bëjë José Mourinho, dhe ndërkohë që bën këtë gjestin, ai shef edhe nga skerma e gjigande që është diku në stadium. Pastaj kemi Ibrahimovicin, i cili në momentin që bën gol, hap krahët dhe pret të vi Verratti apo Lavezzi që t'i varë në trup. Pastaj kemi Balotelin. Balotelli është, sidomos kjo foto është përmendore e vanitetit human. Kështu që thash, nuk përbëj një nënvizim qortus, nuk është se po jap konsiderata kritike. Kështu që thash janë si thuash, janë thjesht konsiderata, edhe sipas meje nuk ujmë fare kritika, sepse vaniteti është vesi më i falshëm human. Gjithnjë nëse biem dakord që vaniteti është ves. Sepse sipas meje më shumë se sa ves është një karakteristikë intrinsikale, një karakteristikë e brendshme e njeriut. Dhe unë e besoj shumë të gjë sa ajo shpreha e Kartezit, e Descartit, cogito ergo sum, që përkthehet nga latinishtja unë mendoj, pra jam. Do mund të zvendësoj fare mirë, e di që është blasfemi kjo në planin filozofik të gjës. Do mund të zvendësoj fare mirë me shprehen unë jam vanitoz, pra unë jam. Kjo është ajo që doja thoja në fillimin e
programit Zhameby për sonte. Tani shrava e prezantimit. I ftuari im për sonte është dikush që mendon se është me shumë fat në këtë botë. Është dikush që mendon se është i ndershëm, madje më tepër se sa duhet. Është dikush që pyetjes sime, nëse do të ishte në gjendje të vriste njeriu rrethana ekstreme, ju përgjigj kurr. E pastaj shtoj, nëse do të më duhet të mbroj njerëz dhe familjes sime, po. Është dikush që mendon se nuk ka dashuri pa seks dhe se nuk ka seks pa dashuri. Këtë dytën e ka thënë në fakt edhe Antonello Venditti. Është dikush që mendon se një pullom dhënë fëmijës mund të jetë edhe edukative. Ndon se unë vetë si kam dhënë asnjë pullom fëmijës sim. Më saksoi i ftuari. Është dikush që kur i kërkova një përcaktor të vetëm për kombëtarën shqiptar të futbollit, më tha sorprendente që të befason. Është dikush që si personi që e njeh më mirë në këtë botë veçon të shoqen, bashkëshorten. Është dikush që një autograf do ja merrte me qejf Barack Obamës. I ftuari im për sonte është Gianni De Biasi. Piacere, grazie. Shumë faleminderit. Grazie. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Anch'io sono contento di essere qui con te e con i tuoi ospiti. Miqtë tu, në mysafirët e tu. Atëherë Gianni, para se të fillojmë, ka një dy momente nga biografia që unë ju bora, mendim në një bisede që kemi telefonike që kemi pas bashk. Ju mendoni se jeni me fat? Sì, penso di essere un uomo fortunato. Mendoj se jam një njeri me fat, mbi të gjitha sepse gjithmonë kam gëzuar shëndet të mirë, kam pasur një jetë relativisht të qetë, të lumtur. Kam një familje me të cilën unë ndihem mirë, dhe do thosha pra, në fundit nuk kërkoj ndonjë gjë se kush e di se çfarë nga jeta. Una domanda në këtë studio, pyetje a jeni me fat? Dhe unë nuk e di se çfarë mund të kenë në mendje ata kur përgjigjen ose kur cila është ngarkesa e pyetjes për ata. Kur u bëhet kjo pyetje, ata mendojnë gjendjen e tyre materiale, prosperitetin material, apo mendojnë gjendjen e tyre shpirtërore? Nuk e di, rasti jot cili është? No, l'ho detto prima, il fatto di Thash avere përpara, già fakti që unë la salute kam che spesso shëndetin, volentieri që shpesh pensiamo che sia una mendojmë cosa që che është ci diçka debba që capitare duhet të na ndodh, e essere data që të na jepet nga lart, pa paguar asgjë. Unë mendoj se ne bëhemi të vetëdijshëm për fatin që kemi kur na mungon ky element shëndeti, pra kur fillon të mungojë, atëherë kupton që nuk je dash me fat. Unë mendoj që deri tani, që jam 57 vjet, i mbusha para pak ditësh, pra, mund të mendoj se mëma natyrë më ka dhënë shumë ndihmë, pra, jam me fat në këtë drejtim, pastaj secili, pra, vendos rrugën që do të ndjek. Një moment tjetër është që dini Gianni, këtu në Shqipëri ka shumë njerëz që në momente paranojash jetojnë me idenë që shumë ndeshje shiten në botë, sidomos këto që lozën dhe baste. Kjo është një legjendë e shitjes ndeshjeve apo janë gjëra që ndodhin me vërtet? No, credo che sia un dato di fatto. Besoj se është një e dhënë që e fituar, sepse në vitet e fundit shpërtheu dhe skandali i basteve sportive me të gjitha ato mundësi për të luajtur mbi rezultate të sigurta, pra ka shumë të rinj edhe në Itali që kanë rënë në këtë grack, do të thosha, madje edhe në mënyrë të pavetëdijshme, duke menduar se mund të me qetësi dhe me thjeshtësi pa rrezikuar asgjë mund të pasuroheshin, pra në mënyrë të thjeshtë. Kur edhe janë të pasur, po donin të pasuroheshin dhe më shumë, pra. Kjo ka marrë vendin ka çuar në dekadencën e personit. Kur ti të shet veten, kur ti tradhton tifozët e tu, tradhton shokët e tu që janë aty me ty, ndoshta nuk i dinë se çfarë je duke bërë, pra unë besoj se kjo është një nga tradhtit më të mëdha që mund të bësh. Ju jeni gjendë të vini dorën zjarre dhe thonin që në përgjithësi bota e futbollit është një botë ku luhet me ndershmëri.
Io credo proprio sì. Unë besoj se po. Il principio del gioco del calcio nasce dalla strada, loja e futbollit lind nga rruga, nga ato fushat e vogla të periferisë, ku fëmijët të rinj loznin dhe kënaqeshin duke lozur. Nga kjo lojë, shumë pastaj e kanë bërë një punë të tyre, ne kanë kthyer në një punë të rëndësishme, sikur se the edhe më përpara, pra në hyrjen tënde. Për mua është njëri nga sportet më të bukur në botë, por duhet të ketë pastërti. Nuk duhet të ketë truke mbrapa, nuk duhet të ketë shtesa, element shtes sikurse nga pikpamja kimike. Kërkova një përcaktor të vetëm për kombëtaren, e thatë me një herë, nuk e zgjituat, nuk e menduat fare, sorprendente. Pra një kombëtare që të befason. Mustafa, io ti dico, sono sorpreso Mustafa, unë jam i befasuar nga një ndryshim kaq i madh. Kjo skuadër është bërë skuadër, ky grup lojtarësh të marrë në gjithë Europën, u bë një skuadër e cila është e lidhur brenda dhomës së zhveshjes, është lidhur shumë mirë me njëra tjetrën dhe ka një objektiv shumë të madh përpara, ndjen atë thirrjen e flamurit kombëtar, pra të mburojës, dhe në fund besoj se sido që të vend punët, jep kënaqësi. Për te objektivit, Brazil apo jo Brazil, kushdo qoftë, unë mendoj se pjesa e atyre tifozëve tanë mund të thonë pra që këta futbollistë po japin më të mirën. Nuk e di, kanë të drejtë shqiptarë të ëndërrojnë, apo është një ëndër e tepërt? Le të themi që të ëndërrosh bën mirë. Po nga njëherë pas e zgjohemi që themi që nuk i kemi vënë mirë këmbët në tokë. Ne dim se nga cila shkallë jemi nisur, pra jemi nisur nga një shkallë shumë e ulët dhe përpiqemi që të ngjitemi hap pas hapi, duke u përpjekur që të përmirësojmë mënyrën tonë për të qasur punën tonë, po e bëjmë me ndershmëri dhe me vendosmëri të madhe. Pastaj e dim shumë mirë që futbolli është plot me ndryshore, me variabla. Një shtyllë, një gabim që ndryshojnë rezultatet, që ndryshojnë. Do flasim për gjitha këto edhe më mbrapa, të ngacmuar dhe nga fotët që do kemi. Momenti fundit, ju pëlqen Obama, e çmoni, e vlerësoni? Barack Obama? Që Obama, lo apprezza? Po, më pëlqen shumë sepse mendoj se është një politikan shumë pranë me njerëzit, është një bashkëntaj dhe idetë e tij që i jep për të dhënë mundësinë atyre që nuk kanë burime të mëdha për të mbijetuar në një kom të vështirë si apo do të flisni për këtë? Nëse doni të flisni? No, ma non ho problemi. Po fare. Io parlo di tutto senza. Unë flas për gjithçka, nuk kam problem. Dhe marr përgjegjësitë për ato që them. Në Itali ka shumë Obama, ka shumë figura politike në një nivel të mirë, por asnjë me një karizmë kaq të lartë. Lei vota? In generale va. Mi fermo qua. Pyetja e parë, fotoja e parë për Gjani dhe Bjatin. Tirana. Le të themi që është një surprizë nga pikpamja e një qyteti që nuk e njihja as pak. Përpara pata mundësinë për ta vizituar fal punës sime. Dhe duhet të them që mbeta i habitur, i befasuar nga gjallëria, vitaliteti, pra nga jo lëvizje që ka ky qytet. Do të thosha që është koncentrati maksimal i gjithçkaje, një përqendrim pra i gjithçkaje në Tiranë. Shumë kontradikta ka, por do të thosha që më pëlqen nga kjo pikpamje. Irracionaliteti i saj më pëlqen nga një pikpamje, sepse ka një pabarazshmëri në gjithçka, shumë trafik, tepër zhurmë. Pastaj, por janë të gjitha gjëra që më pëlqejnë nga një pikpamje caktuar. Pra është një qytet kaotik, nuk arrin dot të gjesh parkim, por makinën si do që tjetë arrin ta lësh diku. Në Itali apo gjetë diku tjetër. Nëse do të thonë do ikim në Tiranë, do ikim sepse çfarë? Perché innanzitutto non è una bella città dal punto di vista architettonico. Nuk është një qytet i bukur nga pikpamja arkitektonike, kam thënë më shumë se një herë dhe them këtë me ton kritik. Pastaj ka pallate moderne që mua më pëlqen shumë. Por është një qytet që është rritur shumë në vitet edhe të regjimit, pra me pallatet e një
të një lloj strukture, të një lloj profili, pra nuk ka gjëra shumë nga niveli historik, po ta krahasojmë me kryeqytete europiane, pra. Nuk gjen një duomo, një katedrale, një pallat të rëndësishëm me interes të madh arkitektonik, por është një qytet që mund të zhvillohet, mund të rritet në të ardhmen. Qytet banueshëm, është jetueshëm, hahet mirë, ka una città vivibile. Një qytet i jetueshëm ku ti mund të ecësh i qetë pa pasur probleme. Unë eci shpesh në blok, në qendër, më këmbë, ka lokale shumë të bukura që nuk janë as në Itali, pra në shumë qytetet italisë ka disco, bare, restorante, hotele të bukura. Kjo është ajo gjë që më befason në këtë qytet. Një apartament në Tiranë edhe pas ikje? Pasi të prishe kontrata? Beh, se magari la federazione me ne regala uno. Në qoftë se federata do të më dhuronte në një, do e merra me gjithë dëshirë. Foto tjetër. Le due massime espressioni del calcio. Dy shprehjet më të mëdha të futbollit, pra, me personalitete të ndryshme. Një lojtar që më pëlqen shumë. Personalità në kuptimin human apo në kuptimin sportiv? No, globale. Gjithshëm, global. Njëri që gjithmonë ka qenë një llafazan, një kampion shumë i madh nga në fush, më pak në jetë. Ky djaloshi këtu, që nuk është më djalosh tashi, në të vërtet ka qenë një lojtar jashtëzakonshëm. Më pëlqen për ullësia e tij. Ti nuk do të gjesh kur që nga ai të bëj deklarata të mëdha, pra si Diego Armando i madh. Por këta kanë qenë thelbi, esenca e futbollit, pra improvizimi në futboll, është ndërvjellësia, cilësi të jashtëzakonshme, por nga të gjitha pikpamjet. Kur vlerëson një sportiv, shumë njerëz janë ndërprirur që ta ndajnë Maradona futbollist nga Maradona njeri. Kjo duhet bërë, apo mendoni që nuk duhet ndarë, nuk kemi pse t'i ndajmë? No, stiamo parlando di due aspetti completamente diversi. Po flasim për dy aspekte të kundërt. Nëse do ta vlerësojmë një njeri në globalitetin e tij, dallojmë sepse Maradona ka pasur një jetë për fat keq më vjen keq sepse është një njeri sipas meje që ka një mirësi shpirti të jashtëzakonshme. Po ndoshta ajo ignoranca e tij, në spanjisht thuhet kështu, ndoshta e ka penalizuar pak, pra është rrethuar nga njerëz që nuk kanë bërë të mirën e tij, edhe kanë bërë këtë për të arritur objektivat e veta. Në krahasim me Messin, Lionel Messi, pra këtë djaloshin tjetër që gjithmonë ka qenë i përullur, ti nuk e sheh kurrë në ato artikujt në gazetat roz, pra e shikon si njeri, pra dallohet për cilësitë e tij të jashtëzakonshme. La storia lui ha ancora tempo per essere ai ka ende kohë për të qenë i madh. Tjetri ka dhënë gjithçka tashmë, por besoj se është e vështirë të përcaktosh se kush do jetë më i madh nga këta të dy. Pra është e vështirë sepse në futboll ballafaqohen epoka të ndryshme. Sot, ditë sotme, futboll, spektakël, kemi 7-8-10 telekamera që gjirojnë. Pra kthimi i futbollit në një spektakël i ndihmon futbollit. Kush e ka më të madhe? Io credo che siano molto vicini. Besoj se janë shumë afër pranë me njëri tjetrin. E vetmja diferencë thelbësore është në shprehjen e personalitetit të vet në fushë dhe jashtë. Kjo mendoj se është. Nëse do duhet votoje për më të mirin prej këtyre, cilin do zgjidhet? Do duhet votoje se s'bën. Bella domanda. Pyetje e bukur. Posso dire una cosa? Mund të them diçka? Sot do të votoja Diego Armando Maradona sepse dua ta ndihmoj. Duke i dhënë edhe një takuar ndonjëherë? Sì, l'ho incontrato ma non ho mai avuto por ende kur nuk kam pasur marrëdhënie të forta, të nda. Kam takuar në jetë, por nuk kemi pasur marrëdhënie të afërta. Është një film amerikan i Hollywoodit. Nëse kam frikë se gaboj, nuk e di nëse është tani rradha, si të qoftë, më mirë shohim atë që na del dhe pastaj e shpjegojmë, se nuk jam i sigurt nëse është një foto apo është filmi. Ecim tutje. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, c'è una guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi.
per 1 centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per 1 centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro. È colui il quale è disposto a morire che guadagnerà 1 centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, vai, coach. Che cosa volete fare? Gjani, po është kështu që funksionon. Kështu funksionon. Funziona così perché la mente Funksionon kështu sepse është mendja që komandon gjithçka. Motivimi është ai që lëviz dhe malet, zhvendos malet. Unë besoj se ajo fjalimi i Al Pacinos në film që ai kishte përgatitur dhe kishte shkruar më përpara, unë shpesh e bëj me këtë ton përpara ndeshjeve këtë. E kam bërë dhe para ndeshjes me Norvegjin. Edhe me ndihmën e ndonjë pamjeje që më duhej, shërbente. Besoj se kjo është pjesa themelore pra për të shkundur, për të lëvizur njerëzit në atë drejtim që ti do. Ju në Itali keni një fjalë, il spoliatoio, që ka dhe këtë ngarkesën metaforike të grupit, që është bashk, që në gjuhë të tjera nuk ekziston. Është i rëndësishëm? Io credo che sia fondamentale. Unë besoj se është themelore, shumë e rëndësishme. Nisemi nga kjo premisa që skuadrat janë të përbëra nga shumë individualitete. Në qoftë se këto individualitete nuk mendojnë të gjitha me të njëjtën kokë, me të njëjtën mendje dhe nuk punojnë që të ndërveprojnë me të tjerët, atëherë bëhet me të vërtetë diçka shumë e vështirë për tu ndërtuar. Sepse në qoftë se njëri është egoist dhe mendon se përpara të gjithëve vjen ai pastaj skuadra, atëherë nisemi nga premisa më e gabuar në këtë botë. Nganjëherë kur ndërton skuadra dhe gjen lojtar me këto karakteristika të tilla, nëse pastaj i izolon sepse kush fiton, nuk është individi veçantë, por skuadra, individi bën diferencën në një moment, por skuadra është ajo që do të shpjerë përpara në kohë. E la responsabilità që ta mbaj skuadrën të motivuar? La squadra motivata? L'allenatore credo che abbia questo compito. Trajneri besoj se ka këtë detyrë themelore, duhet jetë shumë vigjilent në mënyrë që të ruaj ekuilibrat, dinamikat brenda grupit. Kjo sipas meje është puna më e vështirë, sepse ti shpesh ke 23, 24, vetë 25 në to skuadrat e klubeve, lojtarë që luajnë në fushë luajnë 11, por ke 20 jashtë, pra kjo nuk është e thjeshtë. Sepse lojtarët janë të gjithë situar si ndërmarrje individuale, të luash a mos luash është një do të vazhdojmë këtë bisedë edhe pas pak sepse tani është rradha një ndërprerje publicitare. Jam me Gjani Debiazi në studion e programit të Jamais Vu dhe ishim duke folur të ngacmuar nga ca pamje filmike nga filmi ku luan Al Pacino, Any Given Sunday, është titulli në anglisht, Ogni Maledetta Domenica është në italisht. Gjani, nuk e di, kur zgjedhin trajnerin, presidentët e klubeve, apo nuk e di, federatat nacionale të futbollit, përpiqet të zgjedhin motivatorin apo teknikun e mirë,
Io credo che la scelta degli Unë besoj se zgjedhja e trajnerëve është një prej zgjedhjeve më të vështira që mund të bëhen për një klub, për një federatë. Sepse shpesh trajnerët janë njihen për atë që bëjnë në fushë, për rezultatet që arrijnë, dhe jo për punën që bëjnë, për mënyrën se si punojnë. Pra, diferenca thelbësore është kjo, që shpesh drejtuesit e shoqërive të ndryshme e klubeve nuk dinë të kalibrojnë punën e një njeriu në bazë nëse për shembull makina është një Ferrari apo Fiat. Diferenca pra thelbësore është nëse kjo makinë ka ecur 100% apo jo. Sepse themelore në jetë sipas meje është që të përpiqesh të arrish objektivat që vë vetes. Nëse unë shkoj në një klub që duhet të shpëtoj dhe arri këtë objektiv, pra, për shembull në serinë A, mendoj se kanë bërë një punë shumë të madhe, pra. Nuk do ketë për shembull një zhurmë mediatike si ai që fiton kampionatin, por kampionatin e fitojnë 2-3 në fund. Pra, 2, në qoftë se e luajnë pra 2 skuadra në fundit. Të tjerët kanë objektiva të tjera. Pra, ndryshimi thelbësor është të kuptosh nëse puna që është bërë mirë. Ju njihni vetes fuqinë për të motivuar njerëzit? E keni këtë talent? Io credo che sia una caratteristica che uno ha, la leadership. Unë besoj që është një karakteristikë që njeriu e ka. Leadershipi brenda një grupi nuk ta jep këtë. Ai që të imponohet si trajner, pra është baza që kupton, që të drejton, pra nëse i ke këto aftësi apo jo. Unë besoj se unë kam punuar shumë mbi veten time nga pikpamja e rritjes sime personale në mënyrë që të përpiqem që mos ta lëshoj veten në momente të caktuara. Dhe as të bëhem euforik atëherë kur gjërat shkojnë mirë. Ne jetojmë, si të thuash, mbi një fije të hollë, ndërmjet një fenomeni edhe në gjë tjetër. Duhet pra të ruajmë të ekuilibër, ta përjetojmë me shumë qetësi këtë kusht që tonë. Ka rrethana në të cilat një trajner nxjerr më të mirën e vetes, mund të ketë rrethana dramatike, siç është momenti i filmit, në cilën edhe Al Pacino në rol ndoshta nuk e dinte përpara se kishte këtë fuqi për të motivuar njerëzit. Ka vërtet rrethana të tilla? Sì. Io credo che poi devi calarti unë besoj që gjithmonë duhet të biesh në kontekstin e momentit. Pra, nëse ke në dorë një skuadër shumë të fortë, duhet të përpiqesh pra të biesh gjithmonë më shumë në kohë. Sepse ai që është i fortë ndihet edhe më i fortë dhe mund të bëhet mundje e madhe. Pra, është pikërisht ai moment që ti fillon pastaj të humbasësh ndeshjen, ose nuk shkon në asnjë drejtim. Unë besoj që në qoftë se ke atë perceptimin e atyre, pra, je i vetëdijshëm për ata që ti po drejton, karakteristikat e tyre, ky është pra ndryshimi thelbësor. Ti duhet të përpiqesh të jesh vetvetja, por duhet të përpiqesh të motivosh ose të shuash momentet e ndryshme. Pra, një ekuilibrizëm i madh në menaxhimin e personave. Qual è la squadra migliore che lei? Secondo me, sipas meje, gjëja që kanë bërë përfshirë edhe Shqipëria. A Modena. No, io credo che Modena. Besoj që në Modena ka marrë një skuadër që ishte e parafundit në serinë C, në grupin e tretë, kemi fituar kampionatin, fituam kampionatin e mëtejshëm, edhe më vonë shkuam në serinë A dhe shpëtuam. Pra një skuadër djemsh të panjohur, lojtarë spanjoll që pastaj u bën të njohur sepse u bën edhe të zotët me kalimin e kohës. Kjo që një nga përvojat më të bukura që un kam përjetuar si trajner, edhe në Torino kam përjetuar përvojën e parë, kur mora Torinon nga dështimi dhe unë gjitëm me njëherë në serin A në një mjedis shumë të vështirë, ku ka presion shumë të madh, pra fusha që ka shumë tifoz, ku të humbasesh apo të fitosh, pra mund të ndodhin të gjëra nga darka në mëngjes. Më mirë që kanë stërvitur përfshiva dhe Shqipërinë. Nuk është Shqipëria më e mira? No, l'Albania la lasciavo fuori perché ta lëm jashtë Shqipërinë sepse nuk do doja të jepja gjykime tepër të parakohshme. Pra, me që jemi në mes të rrugës sonë, këtë pyetje nëse do të ma bësh mbas 4 muajsh mirë. Kjo do jetë. Okej. Këtë bisedë që bëm. Po lojtarin e mirë që kanë stërvitur? Kam pasur Roberto Baggio, që ka qenë një ndër futbollistët më të mëdhenj italian, përpasoj edhe europian dhe botror. I madh, një njeri i madh.
Lidhur me Balotelin që unë e pata në fillim, është lojtar që një trener është qef për një trener të servisi, apo më mirë mos ta ketë në skuadër? No, a me piacerebbe allenare Mua do tutti i të më giocatori più pëlqente forti in të assoluto. stërvisja Chiaro che se avessero anche lojtarët më të fortë, una absolutisht. concezione Edhe di pse sé është diversa da ka një quella konceptim che ha lui, ndryshe, pra probabilmente. ajo Io që ka non lo ai për conosco, non veten, po voglio unë nuk e njoh dhe nuk dua tranciare që giudizi perché non lo conosco così them profondamente. të gjykoj, Io credo che sepse lui nuk e sia un njoh ragazzo thellë. Unë mendoj se ai është një che djalë që esprime attraverso questi shprehet gesti nëpërmjet qua, këtyre gjesteve pra që qualcosa bën, che shpreh diçka non si që capisce, gli nuk arriva da kuptohet, lontano, i vjen nga larg ndoshta kjo. O forse maschera Ose con questi ndoshta atteggiamenti maskon guarda la me sua këto qëndrime, me këto timidità, sjellje, questa sua atë fragilità interiore, brishtësinë e vabbè, tij, io pra sono ndërtjen e forte tij të a brendshme, livello pra fisico. dhe thotë Io unë jam credo i che sia un fortë në ragazzo nivel fizik, do të thënë tregon come këtë tutti ka ha la këtë sua mask. chiave di Është një lettura djalosh që e si di të gjithë ka një, ingresso. si thua, një qelës leximi hyrje tek ai. Con i propri giocatori, deve stabilire Trajneri questa me empatia lojtarët e che tij ti duhet të può portare a duhet të chiedere përcaktoj di pra këtë lidhje empatike, pra që dhe mund t'i Foto tjetër. Credo che sia, se non ricordo male, dopo la vittoria in Norvegia, i nostri tifosi ad Oslo, felicissimi, noi quanto loro, perché ci sembrava impossibile di poter E pa mundur që do të mund të fitoni kundër një skuadre që unë mendoj se është skuadre fort, pra sigurisht, ata kanë një skuadrë të mirë dhe ne ndoshta në ato momente ishim mjaft mirë, pra në gjendje të mirë dhe qem edhe me fat. E patëm një portier që na ndihmoi shumë. Me rezultatet që keni arritur, për të keqen tuaj, keni krijuar ca pritmëri. Edhe njerëzit kanë filluar të jetojnë tani, edhe me atë ëndrrën për cilën unë fola në fillim. Ajse është momenti që edhe mund t'ja lejojmë vetes një ëndër, një fantazi. Mi po kjo kam frikë se edhe penalizon punën tënde në javët e ardhshme, në muajt e ardhshëm. Ma io credo che Unë besoj se sognare non costi të ndërrosh nuk kushton, ne thashë më përpara, por e rëndësishme është që gjërat të përjetohen, sepse në fundit problemi është një i vetëm. Nëse bëjmë një gjë sot, ne gjithmonë mendojmë për atë që do bëjmë nesër, pra nuk mund të gëzojmë ato që kemi fituar deri tani. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme të shohim gjithmonë përpara, sepse kjo të jep një vizion, një shikim të së ardhmes në një mënyrë të caktuar. Unë mendoj se sigurisht ne jemi duke punuar mirë, duke bërë gjërat mirë, jemi pra duke ecur, jemi duke urritur në mënyrë të vazhdueshme, konstante, kemi një skuadër shumë të re, e cila mund të rritet vetëm nga pikpamja e përvojës etj. Kemi një grup të mirë lojtarësh që mund të integrohet edhe më mirë, sepse ne nuk rreshtim së lëvizuri kur. Dhe besoj se Shqipëria, nëse do arrijë të bëjë diçka në këto kualifikime botërore, ne do të jemi të stërlumtur. Nëse nuk do të arrijmë, do të arrijmë të kuptojmë pse nuk e arritëm qëllimin, pse nuk e arritëm fitoren, pra. Edhe do përmirësohemi, por jam i bindur që qëtësi, e kam thënë këtë dhe më përpara, që për Francën 2016, besoj se Shqipëria do të ketë letrat në rregull, pra do të jetë në gjendje që të... Cilët po të mungojnë të japin dhimbje koke? Degli avversari? No, lojtarët kombëtarës tonë që po të mungojnë për një arsye, për një tjetër, ty të krijojnë probleme, mbose si kam. Diciamo all'inizio nelle prime partite sì. Le të themi në fillim në ndeshjet e para po. Unë besoj se sot do të preferoja që të mos mungonte askush prej tyre, por nëse mungon ndonjë do të thotë që kemi një grup lojtarësh që mund të qëndrojnë në këmbë me këmbët e veta pa u varur nga një lojtar i vetëm. Tifozët shqiptar janë ndryshe nga tifozët e tjerë apo tifozët janë njësoj gjithë botën? Ma diciamo il tifoso è un innamorato është një dashuruar me skuadrën e vet, kështu që e shikon vetëm skuadrën e vet, të tjerët nuk ekzistojnë. Unë besoj se ne jemi shumë të ngrohtë, tifozët tonë tani janë shumë të afërt, të zhurmshëm. Edhe kur kemi luajtur në Oslo, ishim 4000 më shumë, pra duke sikur po luanim në shtëpinë tonë, në fushën tonë, pra. Karakteristika është që janë shumë të ngrohtë. Pra një tifozët entuziazmi është presion apo është një avantazh? No, l'entusiasmo entuziazmi i menaxhuar mirë sipas meje është një armë më shumë. Ata janë, si thuaç, lojtarë unë 12 në fushë, ata vërtet kur na ndihmojnë vërtet në kuptimin e vërtet fjalës. Është një diskutim që bëhet në Itali, me sa kam ndjekur, në kampionatin anglez tifozët janë
tifozët që janë në stadium janë ngjitur me fushën edhe nuk ekziston asnjë lloj rreziku. Është një gjë që nuk ndodh në Itali. Questo non succede ancora in Italia, succede in Kjo Spagna. nuk ndodh ende në Itali, por në Spanjë, ku unë kam qenë dhe kam jetuar në mënyrë ndryshe futbollin, besoj se futbolli duhet jetohet me njerëzit shumë pranë, pak mbrojtje, por me rregulla të sigurta. Kush gabon paguan. Në Angli është kështu, kush gabon merret. Pra i bëhet një proces jashtë studiumeve për 5 vjet, pra merren masa, për një që është apasionuar për futbollin është një dënim shumë i rëndësishëm, pra, se mund edhe të shkojë në burg, pra, ka... Në një moment, kampionatit italian, në 10 apo par 10, kanë parë tifozët e Romës që kanë hyrë në fushë, kanë komunikuar me Francesco Totti, i ka thënë diçka në vesh, është pezulluar ndeshja. Ishte një gjë e çuditshme. Fuqia këtyre, si thuaç, tifozëve për t'u imponuar. Sì. Imporsi. Io credo che questo sia un male. Unë besoj që kjo është e keqe në futboll. Besoj se është një e keqe sepse ka një motiv. Tifozët duhet të kenë rolin e tyre si tifoz, nuk duhet të kenë këtë protagonizëm për të vendosur, të thrasin Totin, të thotë duhet dilni nga fusha të bërtitet. Si është kjo punë? Ka një sistem, ka një rregull, ka polici që duhet të menaxhojë, të merret me rendin publik. Tifozët le të luajnë rolin e tyre si tifoz. Kanë ata që kanë këtë dëshirë për të bërë protagonist, kënë këtë rol. Pra, protagonistët mund të duartrokasin, të mbajnë, pra, të shpalosin flamujt e kështu me radhë. Pra, interesit tyre është të bëjnë gjërat tjera. Për Francesco Totti më vjen në mendje një pyetje tjetër. Cili është futbollisti më i madh në historinë e futbollit italian? Domanda da quando? Da quando... Është një pyetje kjo... Dagli ultimi anni? Nella storia recente, diciamo. La storia recente. Francesco Totti è uno dei grandi... Francesco Totti është një prej të mëdhenjve. Nuk e besoj se është më i madhi. Besoj se Baggio është një tjetër nga ata të mëdhenj, lojtar të mëdhenj. E pastaj kush mund të... Mua që më pëlqen shumë, për shembull që Maldini. Më pëlqen të shumë edhe Baresi. Më pëlqen shumë... Buffon, pastaj që të them, ka shumë Paolo Rossi, nëse ose Bruno Conti, ka pas shumë lojtarë të mirë, pra të bësh vetëm një emër, të përmendesh një emër të vetëm do të thosha ishte vështirë. Me lo vedo su due giornali italiani. Pastaj po ta bëj të shoh vetëm në gjithë. E beh, il mio compito da Follow tjetër. Sì, calcio femminile, direi che... Futbolli femëror, besoj se... A me non dispiace. Mua nuk më vjen keq për këtë lloj futbolli, përkundrazi më pëlqen, mendoj se është i bukur nga kjo pikpamje. Sigurisht. Non seguo tantissimo, devo essere nuk e ndjek shumë, të them të jemi sinqert, nuk e ndjek shumë këtë, por kam parë që vajzat tona kanë bërë gjëra interesante. Pra, dhe kjo më kënaq, pra duhet ka njerëz që mendojnë që futbolli i femrave është një shpikje, si thuash, me funksione marketingu, me funksione, le të themi, jo fort sportive. Apo ju se besoni? Ma io credo che il marketing ci sia da tutte le parti. Unë mendoj se marketingu është në gjitha anët, të njëjtën gjë mund ta themi edhe për burrat, për futbollin mashkullor, por unë mendoj se për vajzat, meqense shumë kanë këtë pasionin e futbollit, është e drejtë që ta shprehin. Unë kam shkuar dhe të ndjek në një ndeshje futbolli femëror, femrash, dhe pastaj kur e krahason me atë të burrave, të meshkujve, është krejt ndryshe. Por është futboll dhe ai, është luajtur pra një lloj siç e luajmë dhe ne. Me ritme të ndryshme ndoshta, por ka lojtare që kanë cilësitë jashtëzakonshme. Duke qenë se unë kam përgatitur shumë foto, do doja t'i kalonim edhe pak më shpejt të fotot e tjera. Kështu që mund të kalojmë në foton tjetër, fotoradhës. La fortuna? Fati, apo fati. Conta molto. Ka shumë rëndësi. Besoj se ka shumë rëndësi, sidomos në futboll, sepse sikur se tash përpara, ka shumë ndryshore, shumë variabla në futboll. Pra ndryshimi ndërmjet fituarit dhe të humburit, pra shumë e hollë, shumë e ngushtë. Topi nuk hyn brenda por mbetet jashtë, apo një penallti apo një shfishkëllim. Pra nëse je me fat dhe topi qëllon shtyllën dhe pastaj del,
jemi fat. Pra, fati është një komponent I rëndësishëm, është gjithmonë ta kesh fatin nga ana jote, por nuk mund të mbështesësh gjithçka mbi fatin. Një karrierë trajnerit mund të jetë e tillë që mund të përcaktohet më shumë nga fati se sa nga zotësia. Unë besoj më shumë nga miqësit, nga frekuentimet, nga emri që sot ke si futbollist nëse do të bëhesh një trajner I mirë, sepse shoh që kohët e fundit linja është ajo që shpihen përpara ish futbollistët që kanë qenë në skuadrën e vet, përtej faktit që mund të kenë apo jo përvojë, pra. Është një linjë me cilën e përshtatemi. Për përcaktuar futbollistin më të mirë, fjala vjen Messi mund të gabojë një moment, mund të gabojë në disa momente, topi I tij mund të kapë shtyllën së futet brenda. Por Messi në fund fare ka një konsensus që është lojtari më I mirë. Mund të thotë kjo për një trajner? Cili është trajneri më I mirë? Ma si può dire che tra I tanti che ci sono in giro mund të thuhet që ndër shumë që ka 4, 5, 6 janë të zotët, pra tipo thoshe çfarë po aludoje për Mourinho, nga pikpamja. Unë mendoj që Mourinho është një shitës I mirë I vetes së vet, është shumë I zgjuar dhe është një njeri që di të motivojë të tjerat, por ka një fat të madh që ka Ferrarin për shkak që duhet të drejtojë, pra. Da lui si richiede di vincere, se non vince. Ti kërkohet që të fitojë, nëse fiton këtë vit sikurse këtë vit që nuk bëri asgjë, do të jetë një dështim I madh për ta. Gjithë idenë. Zotësia E një trajneri është e lidhur drejt për drejt me suksesin e tij? Io credo che la bravura dell'allenatore sia quella mendoj se zotësia e një trajneri pra është që të di të zërvendin e tij apo në momentin e duhur duhet zgjuarsi, fat, po edhe nga pikpamja e zgjedhjeve që bën paraprakisht. Unë besoj se fati mund ta ndihmojë, por nuk është gjithçka. Pra unë besoj se nëse një njeri ka brenda diçka që duhet të thotë dhe të japë, besoj se ky është ndryshimi. Në fillim bisedën telefonike që bëm, I bazën e cilës unë bëra prezantimin, që jeni njeri me fat. Po si trajner, jeni me fat? Sì, credo di essere fortunato. Besoj se jam me fat. Besoj se jam me fat dhe anche se magari edhe pse ndoshta brenda zemrës time kisha objektiva të tjera per la mia vita, për jetën time, sidomos në klube, por non sono mai stato dentro certi giri, non ho mai avuto procuratura, s'kam pasur pra sono sempre stato una persona libera, un cane sciolto. Kam që gjithmonë nuk kam pasur njerëz mbi vete, pra kam që gjithmonë si një qen I lirë, pra person I lirë, por jam I kënaqur, pra. Sepse su quella io ti dirò delle altre cose. Do të them edhe gjëra të tjera. Foto tjetër. Duhet të arrijmë dhe foto. Këtu mund të rrim edhe pak, ha? Sì, credo che la televisione sia... Besoj se televizioni është për mua I rëndësishëm, sepse më ndihmon shumë në punën time, por nuk ndjek vetëm futbollin, ndjek debatet politike, ndjek gjithçka që mund të pasuroj. Unë jam një person shumë kurioztar, njëri kurioztar, dua të di gjithçka për të gjithë, nga çdo pikpamje më pëlqen të shoh filmat pra histori që kanë një vlerë të rëndësishme edhe në jetën e përditshme. Të tjera do thosha që televizioni për mua është informacion, për shembull emisionet e lajmeve, bursa, ecuria e përgjithshme globale e botës. Kur jeni në Itali, lajmet në cilin kanal e ndiqni, në cilin televizion e ndiqni, cili është televizioni më I besueshëm, për sa I takon lajmeve? Nëse nuk do të thuash, mos e thuaj, ja. Io seguo sempre Unë ndjek gjithmonë Rai 3, La 7 edhe Sky. Rai 3, La 7, Sky. Potresti già avere una... Sì. Mund të kesh një identitet të Po përsa u takon në talk show televiziv, cili preferoni? Ma I talk show televisivi mi piacciono molto talk show televiziv më pëlqejnë ata të politikës, edhe pse kohët e fundit I kam shmangur shumë sepse po si të themi më vjen jam velur nga kjo nga politika. Themi dhe s'bëjmë asgjë, pra politika është dhe kjo është ajo gjë që më mërzit shumë.
që më zemëron. Ajo që kemi nevojë në Itali është të kthehemi me njerëzit të kemi njerëzit në qendër të debatit politik dhe më pak interesa vetjake, pra nga kjo pikpamje. Është një interes jemi gazetares lidhur me faktin se çfarë mendon në Itali për kolegët e mi, midis Vespës dhe Santoros, cili zgjidhni? Quale preferisce? Vespa nuk e shikoj. Vespa non lo vedo perché nuk e shikoj sepse besoj se është një discretamente schierato, abbastanza. Domethënë është pozicionuar në një anë, ka marrë pozicione vete dhe Santoro. Më pëlqen më shumë Gadlerner, pra Santoro. Foto tjetër. Questa è una bella parte della mia vita. Kjo është një pjesë e bukur e jetës time. Mi ha portato in giro per l'Italia, mi ha portato in giro kam shkuar në giro në gjithë Italinë, në Europë, në Spanjë, para se të vija në Shqipëri. A me piace molto. Mua më pëlqen shumë. Spesso mia moglie mi dice tu sei pazzo. Me shoqë shpesh më thotë je i çmendur që merresh me këtë punë, që bën këtë punë, por mua më pëlqen, kam dëshirë. Però non voglio sembrare presuntuoso, por nuk dua që dukem mendje madh dhe po ndaloj me kaq. Nëse në një rrethan do ishit nëse do t'u ndalonin të ishit në pankinë, do ishte drama e madhe, Nëse kjo do thoshte pra që të komprometonte shëndetin tim, jo, do të vuaja kundrejt pra një gjë të tillë, por do të preferoja, pra do të paraqehet. Më shëndet jeni shumë mirë me vjet, sigur një fuqi. Nuk e di, një agent i huaj jashtë t'ju ndalonte. Mi peserebbe sicuramente perché per me il calcio è la mia vita. Do të më pëlqente sepse jeta, pra futbolli për mua është jeta ime, fakti që jetoj me grupin e këtyre djemve futbollistëve që bashkëndaj gjëra me ta, të kemi objektivat përbashkëta që t'ja arrijmë ta, kjo është pra gjëja që më lëviz, më shtyn shumë përpara. Pastaj përpiqem për të arritur objektiva të cilat nuk janë të arritshme shumë thjesht. Unë jam i paditur dhe jam profan në këtë fushë, po mua më shkruar ideja që ndeshja mund të ndiqet më mirë nga shkallë se sa aty, nga pankina. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Jam shumë dakord edhe unë. Tanto è vero che aq e vërtetë është kjo sa që ideja ime ishte ajo që të provoja të rija lart dhe pastaj të transferohesh poshtë. Por problemi që këtu është nuk mund të komunikosh pra me stolin dhe rregulloria nuk e lejon. Dhe kjo gjë bëhet pra absurde. Unë lexoj ndeshjen. Pra është një mënyrë pra të thënë në jargon pra ta arrit ta lexoj, ta kuptoj që më përpara ngrihen pastaj dhe kur një situatë mund ta krijojë vështirësi të mëdha dhe pastaj mund të pësojmë gol. Pra, është si thua një formë paraprake të thras duke fishkullyer pra lojtarët. Ndërsa nga tribuna apo nga shkallët dikush mund edhe të më qelloj. Foto tjetër. Questa è una immagine bellissima, mi piace tantissimo. Një pamje shumë e bukur, më pëlqen shumë, jep idenë e dikujt që në jetë ka punuar shumë. Është djersitur, pra ka derdhur djerth, është ngjitur me duar në deri në mal, ka arritur në mal dhe ka një panoramë 360 gradë pra të jashtëzakonshme. Nëse arrin atje me helikopter, nuk e shijon atë ndjesi që shijon ky njeri. Dhe unë këtë ndjesi e kam shijuar. Pra nuk kam shkuar ndonjëherë në atë mal, kam arritur në majën e objektivave që unë i kam vënë vetes përpara. Kur kam filluar pra të stërvis që i ri, kur isha 36 vjeç, pra kam filluar punën si trajner, arritëm në serin A. Kam arritur me këmbët e mia duke e quar një skuadër nga kategoria 3 në atë të parën. Pra, ai ishte objektivi im të arria të stërvisja në serin A. Kur fillova sot, kjo nuk më mjafton. Më dua që një skuadër të çojë në botëror, në kampionatin botëror, pastaj të fitojë një kampionat diku tjetër, pra se objektivat në jetë ndryshojnë. Nëse ti kërcen hidhesh 2 metra në lartësi, pastaj do kërkosh të bësh një kërcim dhe më të lartë. Në botëror dhe Shqipërinë, për ju sigurisht është një arritje, po, por ne nuk është shaka, por ne është një gjë që është me përmasa historike. Unë duhet të kthehem edhe njëherë për të fundit e kjo çështje, me fjalë. Duhet shpresojmë
Sì, dobbiamo sperare tutti insieme, dobbiamo stringere e sapere duhet të shpresojmë, duhet pra të shtrëngojmë në kuptimin që edhe të jemi të vetëdijshëm që fusha nuk është pra e lehtë, është në ngjitje. Për mua në transfert apo në shtëpi është në fushën tonë apo jo, pra për mua është një lloj. Rëndësi ka që të jemi mirë fizikisht, të jemi të përgatitur dhe të mos kemi frikë nga kundërshtarët, por që duke e njohur mirë, pra kundërshtarin kur të luajmë për shembull kundër Slovenisë do dim edhe duhet të dim edhe sa qime kanë në këmbë, pra aq mirë duhet i njohim dhe duhet të nxjerrim jashtë pra edhe atë përgatitjen tonë më të mirë. Sepse nëse arrim të marrim rezultate, do jemi në rrugë. Në këshilla të jep, në sugjerimet të jep. Mi seguono e nei suoi suggerimenti, consigli? Sì, mi seguono e sono. Po, më ndjekin dhe janë shumë, sipas meje, janë shumë të ngarkuar. Kanë një, si të thuash, janë plot motivim, dëshirë, duan që t'i habisin të gjithë dhe t'habisin edhe veten e tyre. Foto tjetër. Cila ishte ajo foto që ju më thatë është duke ardhur? Appena passata. Appena passata, ok. Ajo që kaloi. Per me quella è la foto che rappresenta un po' la mia fotografia që përfaqëson pak jetën time. Io non ho mai avuto le Unë nuk kam pasur spinte kur da pra dietro. shtytje nga mbrapa, unë gjithmonë kam fituar arrampicandomi sulla montagna, kam fituar duke u kasavjerur pra në mal. Ju ka dhënë një dorë, ju ka shtyrë, ju ka hapur një derë. Che mi abbia facilitato mai. Që më ka lehtësuar kur. Nessuno che mi abbia askush nuk më ka sjell, si thua, siç u ka ndodhur shumë vetëve, që të filloj nga maja e malit. Nuk ka asnjëri në botë që thotë Gianni De Biasi është pikë e ime si trajner. No, assolutamente no. Io credo absolutisht che jo. Unë besoj se mund të jem pra mirënjohës atyre që kanë punuar me mua në skuadra, pra për shembull kujt më ka marrë në Modena, në Torino, që të punoja si trajner, pra apo në gjithë vendet e tjera ku kam qenë, por askush nuk më ka hapur rrugën, ma ka lehtësuar pra rrugën e që të më ketë dhënë mundësi të nda. Njerëz tjerë? U keni hapur dyert? A più di qualcuno, a più di qualcuno. Më shumë se njërit. Jam mirënjohës? Sì, abbastanza, anche se non come edhe pse, ashtu sikur pres, pra ose sikur mund të prisja. La riconoscenza non fa parte di questo mondo. Mirënjohja nuk bën pjesë në këtë botë. Lo so. Me arbitrat, unë edhe po nxitoj që se duhet të them sa më të thonë se kam një raport shumë të mirë. Besoj se janë njerëz gjithmonë në presion. Besoj se në nivel europian kemi arbitra shumë të mirë. Është e qartë që shpesh kur të fishkollejnë kundër, të pëlqen kur ka një faull, pra më duket normal kjo, kam një konsiderat të madhe. Ne në Itali kemi një klasë arbitra shumë të mirë, pra. Riconosciuto anche nel mondo. E njohur edhe në botë. Sigurisht, arbitra dhe asistencë shumë. Qual è il migliore? Io credo che Collina sia imbattibile. Besoj se Collina është i pamposhtshëm për seriozitetin e tij, karizmën e tij, për aftësinë e tij për të shpjeguar edhe një gabim të tij, pa e humbur, pra. Ka qelluar që të nxjerrë me të kuqe arbitrat, juve? Mai. Kur? Da Collina sicuramente no. Nga Collina jo, solo da uno che è anche vetëm nga njëri që është edhe miku im, che abita nella mia stessa città. Që banon në qytetin, në të njëjtin qytet me mua, në Serin A më ka hedhur jashtë. Besoj se ka gabuar, por e pranojmë. Foto tjetër. Mamma mia, questa è una delle foto. Questa è, secondo me, è il degrado della është degradimi i qytetërimit, fakti që nëse ti nuk jep hapësirë territorit, në qoftë se nuk respekton mjedisin, atë kjo bëhet vërtet kjo tokë bëhet e pa banueshme. Unë do të thosha që edhe duke hapur një derë mbi Shqipërinë, një portë mbi Shqipërinë, unë Shqipërinë e kam parë shumë vende të Shqipërisë, pra janë këto vend shkarkime mbeturinash të cilat pra duhen rregulluar nga një pikpamje caktuar, duhet bërë diferencimi, pra mbledhja diferencuar e mbetjeve, plastika, xhamat, letrat e kështu. Kjo do të bënte që të jetojë më mirë dhe të fakti që
pamje tjetër ka kudo. Sì, questo è un aspetto che abbiamo notato molto in Africa. Këtë e kisha vënë re edhe në Afrikë, në fakt, por e kam parë këtu edhe tepër plastik, materiale plastike, edhe në lumë, në lumenj, shumë pak vëmendje ndaj respektimit të mjedisit, sepse mjedisin e jeton ti. E ti merë pra thithat ajrin dhe erët e këshia që... Tre gjëra që në Shqipëri nuk ju pëlqejnë, që ju vrasin sytë, që ju bezdisin, që... Ma questo è prima di tutto questa. Së pari është kjo gjëja këtu, pra, mbeturina. E pastaj që, si pas me, në nivelin, për shumë për trafiku, nuk do të lija të qarkullojnë ato makina që lëshojnë ato tymë të tmerrshëm që e thithim ditë për ditë, pra e thithni. Gjëja e tretë, nuk më vjen në mend tash në gjë e tretë. Kam unë një gjë tani, se ndërkohë që prisja të filloja programi, disa gazetarë sportivë të televizionit Ora News më porositën që të gjithë. Po e pyetën që Xhani lidhur me kontratën që ai ka me kombëtaren, do rinovohet kontrata ose s'do rinovohet. Ma io aspettavo dopo la partita con la Norvegia. Prisja mbas ndeshjes me Norvegjin, sikurse tha dhe presidenti që do takoheshim për të diskutuar për këtë. Ende nuk është bërë. Le të presim, unë jam i gatshëm që ta shpije përpara këtë projekt. Ti më dëgjove që të flisja, fola, pra me zemër në dorë, nuk është se unë po bëj taktik këtu. Taktikën e bëj në fush. Besoj vetëm që të them gjërat që mendoj. Pra atë që Shqipëria ka nevojë të ketë një linjë dhe ta shpjerë përpara këtë pa ndryshuar shumë. Pra nëse duam të rritemi, të ecim përpara. Pastaj kjo varet gjithmonë nga zgjedhjet që bëhen. Ka pengesa konkrete në negociatat tuaja për rinovimin e kontratës? Pak kapërcyeshme? No, io adesso non ho nessuna condizione. Nuk të s'kam asnjë kusht për të vendosur, unë po presi të më thrasi presidenti, pastaj do ulemi, do shohim, do dëgjoj se cilat janë pritshmëritë e tij dhe cilat do të jenë kërkesat e mia në mënyrë që këto pritshmëri të jenë të arrihen. Jam shumë i kënaqur që të pata këtu. Anche a me ha fatto piacere perché parliamo di calcio in maniera diversa. Edhe mua sepse flasim për futbollin në mënyrë ndryshe. Dhe kjo është nga gjërat më të bukura, pra më jep kënaqësi për pyetjet, se pata mundësi që të flisja në mënyrë të hapur, po është shumë të bukur. Mua më pëlqen shumë. Shumë faleminderit. Grazie. Mirë, atëherë, ky është programi ZHMB për sonte, ku unë pata rastin dhe fatin dhe kënaqësinë që të kisha të ftuar trajnerin e kombëtarës shqiptare Xhani Debjazi. Bashkë do shihemi si gjithmonë të premten e ardhshme. Deri atëherë, një tjetër.